Si po e sheh këtë pjesëmarrjen e Kosovës se tash lidhemi me bordin e paqes, pjesëmarrjen e Kosovës edhe Shqipërisë në bordin e paqes? Shiko, atë është e qartë që Kosova ka bo mirë që është fut në te Kosova bën mirë që premton trupa për Gaza dhe ku do qoftë që aleaci. Kjo është aleanca. Aleanca shumë fishimi forcës që e bën një shtet, do të thotë përmes simbiozës shumë forcave ushtarake. Kështu që ajo gjotë asë një san të keqe, nuk ka aty, metet me po sa këta thojnë me zavendësu OKB-n, që ka një grupi kontaktit për krizën e ish Jugoslavit dhe ish bashkimin sovjetik. Ka si një grupi kontaktit që ka bo kriteret për ka kontrolu shpërbërin e ish Jugoslavis dhe pa te, sa për OKB, do thot akoma ne ishim të luftu se do ishim bo, ku me ditë si do kishte qenë ky rajon. Mjetë është konceptualisht kjo bordi i paqes, ka marrë për dallim prej, do thot ka marrë miratimin e, sikur grupi kontaktit, miratimin e Këshillit të Sigurimit, masa ne e ka shtu pak jurisdikcion, sepse Trump dëshiron me të regu dhëm Amerika e para, me të regu dhëm me plot drejt, me qenë se ka pas një periudhë prej Obama se këndejnë politike në jashme që ka të regu dopsit shtetë Amerikan dhe ato kanë pru katastrofën Siri, krimen, pushtimin e krimes, sepse ka ndonë shë e qarta Rusis dhe Kines që mund të ndërhyjnë në atë që është sferë interesit Amerikan. Prandaj, këtë du të me pas si instrument të politikës jashme të presidentit Trump dhe asë për gjutë keqe për kundrazi, ajo është që sot këta po thojnë bota sot që nuk ekziston në multipolaritet se poli në marrëdhënie ndërkombëtare krijohet kur një fuqi ose grup shtetësh krijojnë